çfarë parashikon plani me 30 hapa i Bashkimit Evropian, i cili u ka bërë thirrje qytetarëve që të sigurojnë ushqime për 72 orë në rast konfliktesh apo agresionesh të mundshme dhe kryesisht duke u referuar agresionit që mund të vijë nga Rusia? Këto veprime për njerëzit që merren me çështjet e sigurisë janë veprime normale. Paraprakisht Bashkimi Evropian mori një vendim që nga taksat e qytetarëve të Bashkimit Evropian të ndajë 800 miliardë deri në 3 triliard euro dhe ti thot qytetarit vetë se ne kemi bërë një investim kaq të madh në fushën e sigurisë derisa nuk kemi një rrezik potencial, nuk ka logjik dhe padyshim që kjo është një përpjekje për të bindur qytetarët e Bashkimit Evropian që investimet që do ndodhin tani në fushën e sigurisë janë investime që do të garantojnë siguri dhe paqe dhe krahas këtij investimi apo këtij dyshimi për të investuar përgatiten në qytetarët që të jenë të gatshëm në rast të ndonjë shpërthimi të një lufte. Ne nuk kemi parë deri më tani ndonjë dëshmi apo ndonjë provë që tregon se vërtet do të jetë në rrezik Bashkimi Evropian nga agresioni rus, por gjithmonë siç e thash edhe më parë në tavolinën e bisedimeve që do të zhvillohen në Riyadh mund të kalkulohen edhe potenciali i Rusisë për të destabilizuar Bashkimin Evropian, për të rrezikuar vendet e tjera dhe në këtë kuadër gjithmonë vendet me një përvojë të fuqishme morën mosat e tyre dhe është normal apo e pritur një reagim i tillë i Bashkimit Evropian duke sugjeruar apo duke njoftuar qytetarët për veprime konkrete në gjendje lufte. Ndërkohë, një aktor mjaft i rëndësishëm në stabilitetin e Europës, por edhe rajonit Ballkanit është Turqia, por që së fundmi është përfshirë nga protestat shumëta të opozitës pas arrestimit të kryebashkiakut të Stambollit. Ju si mendoni çfarë roli mund të luajë Turqia në këtë drejtim në vijim nisur nga po themi kërkesat e shumta që i ka bërë dhe Polonia për të luajtur një rol më stabilizues në Europë? Ne edhe të kaluar kemi thënë që pavarësisht faktit që Turqia po tenton që të jetë një faktor i rëndësishëm në këto riorganizime apo në ndërtimin e zonave të reja të influencës, e njëjta nuk mund të ketë një progres dhe bazuar krejt kjo në performancën e dobët që ka në demokracinë brenda. Një vend i cili nuk ka dhënë sinjale të qarta dhe nuk ka vepruar konkret për një demokraci paqe në vendin e saj, është probleme që të jetë një vend aleat i fuqive për të pas një influencë të caktuar në çështje të ndjeshme apo në çështje të mëdha siç janë problemet qoftë me lindjen e mesme, qoftë në Ukrainë apo probleme të tjera. Dhe ajo ndodhi, shqetësimet që unë kisha ndarë apo kisha parapar ndodhë dhe tani Turqinë e kemi në situatë shumë të rëndë para një lufte mundshme civile, cila tani gjithë fokusin e saj do ta ketë në organizimin e sigurisë brendshme dhe në asnjë mënyrë nuk mund të jap ndonjë kontribut sa i përket vendeve apo sigurisë jashtme, vetëm se mund të ketë deklarime për të për konsum të mrenshëm politik në mënyrë që të ulë mund të themi ndikimin apo edhe të ulë interesimin sa i përket zhvillimeve për sigurinë e brendshme në atë pjesë. Vendet të cilat në fakt mund të jenë serioze në angazhimet në sigurinë e jashtme për ndihmu vendet apo palacet e jashtme janë vendet të cilat e kanë konsoliduar demokracinë brenda saj dhe nuk kanë asnjë rrezik për cënimin e sigurisë së brendshme qoftë edhe asaj sociale. Prandaj në rastin konkret nuk shoh që Turqia do të ketë mundësi të performojë në krejt këtë angazhim globit sa i përket sigurisë, por e njëjta do të fokusohet tek zhvillimet e brendshme dhe ndoshta prioriteti i saj më nuk do të jetë angazhimet e saj në çështjet e sigurisë jashtë vendit apo jashtë kufeve të saj. A është duke u afruar Serbia me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nisur nga vizita e fundit e djalit të Donald Trump dhe çfarë do të thotë deklarata e tij se Shtetet e Bashkuara bombarduan Serbinë pasi Bill Clinton kërkonte të shmangte vëmendjen e skandalit Levinsky? E para ne duhet të kemi parasysh që djali i presidentit Trump nuk ka asnjë ndikim në jetën politike në SBA. Në jetën publike padyshim që ka ndikim sepse është i biri i njeriut më të fuqishëm në botë dhe unë besoj që edhe deklarata e tij ka të bëjë me çështje materiale, ka materializuar
faktin që është i biri presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, se kjo deklaratë nuk ka prodhu as minimalisht ndonjë reagim të shteteve të fuqishme përpos vendeve në Ballkan apo edhe në këtë rast Kosovës dhe Serbisë. Ne kemi të qartë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë në vazhdimsi të angazhuar që ta shkëpusin Serbinë nga Rusia. Kjo është e vështirë. Madje ju kujtohet se sot në një deklaratë që kishte bërë presidenti i Serbisë rreth sanksioneve për naftën apo për industrinë e naftës në Serbi, kishte thënë se po presin nëse sanksionet do të zbatohen nga prilli dhe do të presin përgjigjen nga Rusia. Do të thotë në vazhdimsi Vučić ka kërcënuar Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës se do të bashkohet me Rusinë nëse të njëjtat do të bëjnë veprime konkrete drejt asaj. Prandaj edhe në këtë aspekt ka përfituar edhe në çështën e mbështetjes që mund të themi që ka bërë faktori ndërkombëtar në protestat atje, dhe i njëjti po përdor në vazhdimsi filtrimet që i ka me Rusinë si monedhë për të ripërfituar edhe një herë nga angazhimet ndërkombëtare për ta shkputur Serbi nga Rusia dhe njëherë për gjithmonë për të garantu siguri në gjithë gatishmën ballkanik, sepse Serbia dihet që është sateliti i Rusisë i cili mund të përdorë për destabilizimin e rajonit apo dhe gjithë Bashkimit Evropian. A rrezikon Kosova që të shndrohet në një vatër të dytë në Europë pas asaj që ndodhi në Ukrainë, pas agresionit rus pra në Ukrainë, apo duhet thënë se NATO është prezente dhe ka dhënë garanci? Të jemi të sigurt se burim edhe Kosova është burim jo sigurie, dhe këta ka konstatu edhe vetë shefi i CIA-s në vizitën që kishte vitin e kaluar, edhe deklaratat të ndryshme ndërkombëtare dhe lokale. Por rreziku fillimisht është në Bosnjë, keni parë që vetëm atje kemi disa veprime konkrete. Tani së fundi Sarajeva zyrtare e ka vendosur një fletë rreshtim ndërkombëtar për presidentin e Republikës Srpska Dodeka dhe kabinetit qeveritar, dhe krejt këto janë një tregues i qartë se zhvillimet e jo sigurisë mund ndodhin fillimisht atje. Ju dini që Dodik ishte paralajmëruar përpjekjet për ndarjen e Republikës Srpska nga Bosnja, një kërkesë ndërkombëtare kishte ardhur për mos të bërë veprime të ngjashme për shkak të sigurisë, dhe nëse do të kemi një fillim të jo sigurisë, mund ta kemi në Bosnjë, dhe se Serbia do të konsiderojë që pas Bosnjës të drejtohet edhe në drejtim të Kosovës, ku janë dy burime të cilat të konsiderohen jo sigurie për shkak ndikimit që ka Serbia në komunitetet qoftë në Republikën Srpska në Bosnjë, qoftë në veriun e Mitrovicës në Kosovë. Nuk shoh për momentin ndonjë rrezik konkret të drejt për drejt, por që bazuar në zhvillimet që do të ndodhin në kuadër të marrëveshjeve për paqe në Riyadh, atëherë do të shohim edhe zhvillimet e sigurisë edhe në vend. Zoti Elezi, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit gjithashtu. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.